Të dashur shikues, po rikthehemi edhe me një episod tjetër të emisionit ton, ku të ftuar e kemi një nga luftëtarët më të hershëm të UÇK-s në zonën e Dugaxhinit, bëhet fjalë për ish luftëtarin Xhevat Zenelej. Xhevat, faleminderit që pranove ftesën edhe erdhe këtu te ne. Faleminderit për juve. Ju prisë mora. Faleminderit shumë. Po du me fillu me femirin. Shumica ushtarëve që janë kyç në UÇK nuk janë rastësisht aty. Ka diçka në fëmininë e tyre që rrit në frymë patriotike. Qysh e kujtoni fëmininë dhe a ka ndikuar diçka në fëmininë e juaj që ju bashku ma vën luftës? Po nuk e di sa e njeni lokalitetin prej nga Vjuni Jabllanica. Në vitin 1921, fshatin ton, policia e atërshme, ushtria serbe i kanë vrarë 64 burra. Fshati o kopi 13 shtëpive, në atë kohë janë vrarë 64 burra. E çdo mëngjes, si na çuna i kem po 64 vorët atje, për çdo mëngjes 360 vitit i kena po ato vorë që dhe sot i kujtojmë në rojmë respekt. Pra ka një farë rikujtimi juaj, kështu që mos me harru kush janë si kena qelë syt, si u dal dielli, se ato e në varrosën pak ma në kodër, çdo banor i Jabllanic i ka po ato 64 vorë, që se cila shtëpi ka pas 3-4 të vrarë. Ja, po besoj po, mos janë kon 13 shtëpi, po thoni. 13 shtëpi. Shumicave që janë kon familjar mes vete. Po, shumica. Çdo që ato pe tash si jem tash si jem që ato shtëpi, se cila shtëpi ka 2-3-4 të vrarë në atë kohë. Ju jeni me veti lindur në vitin 1969, që do më thonë jeni kon në vitën 90, jeni kon 20-21 vjeçar. Po du m'ja bëu një pyetje që a keni kry shërbimin ushtarak në Jugosllavi? Po, kom kry shërbimin ushtarak në vitet e hershme, atëherë kur i kisha botë 18 vjet, vullnetar kom lyp për më shku me kry shërbimin ushtarak të sistemit të Jugosllavisë. Qa do bëni që me lyp vullnetar? Zakonisht njerëz. Po, unë e kisha 2 vllazë që kishin kry fakultetin, edhe ju ka paraprakisht kanë pos pengesa për punë shërbimit ushtarak, që dorë 2-3 herë mi ndërpres studimet për mi kry shërbim. Do isha me hek si dert, sa konë obligume, shërbimi ushtarak i asaj kohë i obligum, e do isha me hek si dert. Me hek një dert për... A menon që të ka shërby mas kësaj do mund luftën e Kosovës, njohja me armë, disiplina? Tash pa ditë që zhvillohen ngjarjet me pastaj, po mu më ka shërby, për një jetën e matuteshme, më ka shërby si më ka shërby. Në cilin qytet je kon? Unë jam kon në Banja Luk, 3 muajt e parë, atëherë një qytet e vogël Belli Manastir të Kroacisë në kufi me Hungarinë se zgaboj. Belli Manastir, një qytet e vogël. Në vitin 93 që fillojnë organizimet e para, ku në vitin 93-4 themelohet grupi por Guerel, ku jeni pjesë edhe ju, ndërsa themeluesi i saj është vëlla juaj Sadri Zenelej. A mundesh më na fol pak për këtë grup, edhe çysh erdhi deri te bashkëpunimi mes vete? Tash vllavi madh Sadria, tash dëshmor, është o kon inxhinier metalurgjizës, ka punu në Fernikën, në Drenas, udhëheqës i reportit, a drejtor i reportit, nuk e së më kujtu tash, po me aplikimin e mosa vëllonshme, sistemit, atëherë është njëri i parë, që nuk i ka pranu ato mosa dhe ka dërzu detyrën o vendos një Jabllanic. Sadria për ato 2 vite, ka kontribu shumë të vendas, ka ngrit vedir kombëtare, na ka tregu kush është Serbia, me siguri o kon njës maj mirë i rrethona politike të asaj kohë, me shok të vet, edhe kanë pashin një ditë do i vje fundi edhe këtij sistemi, edhe ka ndodhë 9 marsi, 9 shkurtja po marsi vitit 93, kur është bëhë thymja e parë e kryekriminalit Prashevich në Jabllanic. Do të thonë 5-6 vjet para luftës. Çka ka ndodhur pak më konkretisht? Milutin Prasheviçi, ai kryekriminali i asaj ore, ka ardhur me legjitimu disa njerëz në fshat, për fat,
jenë taku në Sadrin. A i ka pyet serbisht, thot to Shqipni, fol me Shqip, unë jam filani flanë, thot po jo, po këto i thonë Shqipni, jenë ka ca fyt me veti, ata në ko 3 polic, ju kemë mërë armët 3 policve, ja kemë thuj radiolidhjen, dhe ka i shkelëm knajna për falit, dhe i në shkut më dhe fosën, pra dhe na ka njëpë mësarë si tani e sheni këtë vim, po na më i ke përshqypë masandaj i thëshim me myrëtën e me pse nuk jam në alemort. Jo, ti tërprojmë, se këtja vjapim me veti, le ti tërprojmë, le t'ju kalzojnë edhe atje si dhe pa dirë se dhe armë në e këshin dalë. Jo në orë ditë nesit, jo të mas nesër me në orë, një ekspedit pe i ma shumë se 30 polic, është mobilizu fshati, i ju kanë dalë për pora, i këna është tash tuk po mujmë me ta përshkruat, i kem në hymit fshatit është ka mal, lisa të mëdhaj, njerëz ishin dalë më të forshim edhe sa kica, mas lisa, edhe aty një hyni friga si ko kanë të armatosur, e kanë morë një qytetare, kanë shtinë në kërtyne, edhe kanë bisedu me ple, se ashtu e kishën bo në organizimin. Plesht me full, se dishim si vinë, plesht me full me ta i thoi, nëse në lëshoni Halil Zanili, nëse në lëshoni prej kompanjolle, në e lëshojnë rogën më këthy për Gjakovë. Ma dhe një gjësore bisedime, e kanë shu Halilin, kena arritmin zërë Halilin prej kompanjolle, edhe ata si qatë kanë ikë për shajër Gjakovës, tek ti në ofenziv të kushtit koma e serbit Jablanis nuk ka shkelbo. Do të qatë rekord në fundit për 4-5 vjetë më nuk. Për 5 vita qarë sa për bje, më koma serbit nuk ka shkel një Jablanis, diri në ofenziv. Qatë kësoj kohë, po besoj keni najt një Jablanis të në kohën. Qatë kësoj kohë, na keni najt një Jablanis gjithmonë. A keni lëviz lërshëm jashtë Jablanicës, pasi që vishin i konsumit të sistemit? Na me kilometra mas afër me kem Klinen. E pëse territorialisht me territorim me komunë Gjakovës. Për që ato 50 vite e këm pas të ndalume anë Klin, anë Gjakovë, anë Pej. Edhe na e në rujtë shumë, nuk kemë bo lëvizit pa kontrolume. Ajo ko jeta jonë, një jetë e ronë për ato 50 vite kujdestari dit e natë, sidomos natën 3 hymjet e fshatit. A ja kishe idejnë kështu ku të dosh me dollë që ke varpuna, që ka më zhvillu një lufta? Ajo është, unë po lidhe nga prapi, kishëm 64, atje këna prit që një dit kom në ndodhë rasti atyne, po, le të qëndrojmë sa të mundëm, privatisht i bom do arëm, dikur edhe u armatësëm si grupin ilegal, atër shkunë sa në të ma. Kur fillojnë mu armatës pak ma shumë? Po në vitin 93-94 vetë që e këni bërë rezistencën, apo orëm kështu pak ma... Private, kush ka pas private dhe me shumë kujdese, ako në atër friga modë, më stashë kujshia, më stashë djali ojsa, po orëm private ka pas shumë pak, me pastaj kena ble orëm në për njerët sigurt, i në armatos, dhe dikun, jo ku me di shka, po kërë bëshim një revolë, ose një push në avdo ke vetja si jem njerës ma të fushishëm, kërë bëshim një orë. E keni përmendë edhe generalin Nazim Ibrahimaj, që ka sjellorën prej Zvicrës. është nëse zgaboj, të tash një ku bukur e gjatë, dikun e maja po qëshorët vitit 93, vje Ramushi për Zvicrë ilegalisht, bisedën me Sadrin, edhe thot a i pranel në armë. Sadria thot me knajsi, vitin 94, ose tasaj sajnit 93, thot tash i bjen azmija 7 armë prej Zvicrë. Kër ne ka pru në Azmi Ibrahimi ato 7 armë për Zvicrë, neve në ka do kësi u bo bota jonë.
orë mira, orë moderne, këm pos kalosha, snajper, ka po shka mitraluza, për aty në 7 orëve. Në orën pak ma sofistikume për kohën, është pak ma zhvillume. Për kohën. E keni përmen me Ramushin, kësha dosht me rikujtu dhe njëherë një ngjarje, që shkojnë edhe me një dasmë të. A mund është me na? Po. Aje Ramushi ka orë shpesh në Kosovë legalisht, e sa herë si është ardhë, Jo keni njoftë në atë kohë, se Ramushi vetë thëtë që veç një rreth ngushtë më ka njoftë. E vërtet. Është ardhë të dojtë. Edhe po thot me një rast, adhe të shkojmë, është një fshat Koronic, komunës Gjakus, të Haxhia mbjem në kohaj pronari shtëpis, me morë disa armë. Jem shku në Koronic kom, prej Qabratit Gjakus, dhe atje në shku me kerë, rrugëve të mshefta në përfshatra, Myrta, Lahia, Sokulli, Selin a kanë prej Qabrat, unë Ramushin më shku në Koronic, i kem bërë ato armë, ka e nga këthyje, pithëm doj, ta shpejtojmë pak hopin. Tha jo, ajo është asfalt, është rruga Gjaku, si përshkërën ato fshrata del Njonik. E atëherë o konë është rrugë me asfalt. Tha, mësë për do zotit, vjena i kërë i milici se pikrujmë sonte. Në zonë i befasi, janë isa pak më drejtët koba. Atë të rëtë, po deshti zotit nuk erdhë, për fatë, po gjatë të asaj rrugë, heske ka dole, shumë ka dole. Një shpatash, që shi thojnë ati katuni, e lojmë Koronicën, nuk, pe nëjmë ata kongator, të pona, defa, tha dhe shkojmë të bojmë prarë. Nuk e nishim atë pronorin, dosëm shqiptarë, për nuk e nishim kush është. Ashtë, thë po përhes shkojmë, tha dhe, pja gjujmë, ka pak pori, këshim 20 morë, ka filgjanë që duhet ajo për hajrë. Edhe po qes push për pjetë, e mësë po vinë milicia, ka të këthejhe me zatjetëm ta. Do qëllimi u konë veç më ballafaqu me milicinë sërbe. Po qëllimi u konë veç, sidomos i Ramushit, veç mu taku me milicinë sërbe. E ka pos gatishmërinë edhe në të kohë. Gjithmonë. Thekë nuk di që është kthejna për Zvicër pa po dishka. Ma vona, ju ka ro me luftu krah Ramushit, ose pse një konë 2 lokalitetet ndryshme kështë? Por, tash jem mujnë maj, tash veç po ta jepi. Tash ish komandanti zonës, dikun me 5 apo 6 maj nuk e di, ka jep urdhën musulmu, na këshin murë Serbet Jablanicën, musulmu Jablanica, pe ushtërisë kombëtare, i pari njëri që ka gjujt, është konë vetë komandanti. Me 6 maj, 99. 99. Ku nëse nuk kem gabim 11 ditë ka zgjotë këtë. Dhe me 17, sa mi bjetë 10, apo 11, qashtu mi bjetë. Ose me 17, i kena njëk për atë, i është liru nga Jablanica. Do i pori ka kërsi që dhe të na. I pori ka gjujt vetë komandanti edhe atër të tjerët. Ok, përshkujnë gradualisht nëse e ke përmend 95-ën, kur Jablanicën e vizitën Fatmir Sejdiu, më ka duke interesant si ngjarje. A mund është me na shtjelu pak? Është 95, 96, nuk e di se më sigurt. Po, veç para se me fillu lufta, dhe me thonë. Po, atëherë i bike për vjetori ose që shmë thonë për kujtimi demonstrata o studentve Prishtinë. Është me prej laj dikon. Edhe na, se qatë periudhën sa kena rezistu një Ablanis, na ju kena kushtu shumë kujdes datave historike. Ti me orë 28 në orë para luftët e na kene thonë jenë Shqipni, qëfar festimi kena bo me orë, me qitë. Tu besoj e kanë mojtë edhe se pëtë ndërprej, gjallat shpirtin adhëtor. Frime në ka po. Edhe i njoftojmë që do mojmë me 15 vjetorin e protesta në Prishtinë, do mojmë një Ablanicë, atë ku Antonu ka konë nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fatmir Sejdiu sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike. Edhe vinë ka Klina me Aqifshaj o konë kryetari Deks në Gjakov, ka Klina Grabanice vinë Glëgjan, është Glëgjani i pes, e një nga dalë Bistrica me Glëgjan. Po, aty
aty është legjitimu fatmirësitë e vend të nuk ka për njerëzve tonë. Pavarësisht se janë kohë të ngritën, domethënë. Pavarësisht nivelet tyne, edhe thot fatmiri kur vije, thot tu pova një pjesë të shtetit Kosovës. Edhe thot me bindje kur e merr fjalën si sekretari i përgjithshëm. Kur e merr fjalën thot këtu pova një pjesë shtetit Kosovës. Pjesën tjetër Kajakova, Orsa Koldobrona me një delegacion edhe aty legjitimojnë. Bilaj Sokoli, Bacakone, e thoi i kështu pakun, thot ju mëse Koldobrona, thot do të më legjitimu, pavarësisht djemë tanë marë, me talë edhe ditën, kur kanë përroje, kanë legjitimu. Kanë luajtur qatë parimin që kushdo që është me legjitimu. Nuk e harën shpesh për na ka ra atër me pastaj presidenti se Djevo konë një Abdani e përmana. Kur ndodh një ballafaqim, do jena vitin 95 dikon. Kur ndodh ai ballafaqimi pak më direkt me policinë serbe. Deri në shtator 97, sa ka diçka që mujna me përmend, mendoj. Na kem pos neve na ka ra nashta, ku pa nashta ish, na ka ra një borë ma madhe se grup ilegal. Se grupi jonë ilegal i duka gjinit, e thom me përgjësi dhe me modesti jem grupi ma i fuqishëm në nivel vendi. Kem bo shumë aksione. Kem qitë njerëz për Shqipni, i kem siguru rrugën për Shqipni të na në për vendat veta. Ku pozit kyqe, ha? Kanë strahu shumë ilegalista e strahu të na. Shumë respekt, me vite tona. Po, në mesin e tjera, edhe atë kujdestari doj policisë për shtetit sërbë, kem kryu edhe aksione, koordinim gjithmonë me grupe tjera. Qyshe kujtën shtatorën 97-ës, kur jem bo dikën ofër, nëse muna me qëllu sa 10 aksione 11, nivel venin njëtë në kohët njëtë në orë? Edhe grupi jonë e ka kry detyrën e vetë, edhe mendoj që pak kush e ka kry ma mirë se na, lokalitete të ndryshme, se në tash veç ishim 6 njerëz ose 7 njerëz të përgatitur mirë, edhe me armë, edhe me guxim, edhe me trimni, e kem kryer edhe në aksionin ton, krahas, e nashta edhe shumë ma mirë se grupe tjera. Ashin të sukses me këto aksione? Në përveç dome materiali që kanë shkaktu serbëve? Tash, me pani atër ajo hajrije spishkërica që u të në rejke, që qartë, po, ka bo bomb të madhë, ato aksione kanë bo bomb të madhë, pa e kam edhe një e këshëm organizu një aksion të fuqishëm, përpilu mirë, të menu mirë, edhe na ishëm pjesmarrës të ati aksioni, po këtu në Prishtinë, edhe e të ishim borën, kur sa bohet, për një moment harrojmë, se atër hajrë spikrica, ajo jep ke, në frat, vishë kujtuat, i thom ati Mehmet Tahirit, a është televizioni, a ka përne televizioni po, hajti këshu i lajmet, se ne nuk kujtëshme ju kalzu të gjithve, si ka tho hajrë spikrica, kështu, jom që vrap, tash, ish Gjeladin Koshi, Recep Selimi, ishin të Lahija. Se në shpit Lahis, o bo strehimi i shokve. Ka pas i shpit veçant. Edhe më kujtohet, më ka po dishka gzushëm në Naaz, më ka po dishka gzushëm ka po. Nona Le Ibrahimit. Jom shku të Recepi, të Gjeladin Koshi, orë Sadria, orë Myrta, orë Lahija, i na gzu, i na përqashnë me veti, po në Naaz e kish pa, ka po dishka gzushëm, e kish pa prej një knos, na kish pa përgatit, një knos, një buknore, edhe kem festu shumë atë natë, i na gzu shumë, e kena festu shumë, e ka mure gjatë dikur që të linë, ka kënu, e këtu në konë pjesë tjetë stonë. Kujtime, po. Në vitin 98 vish ndodhë ajo që ndodhë në Prekaz, ju një konë si lokalitet këgja largë, dhe më thonë me distancë,
Kur dëgjut për këtë rast, edhe ndikoi edhe në zonën e Dugaxhinit ky rast. Tash është zërë edhe me thonë, edhe me përshkru qysh se na me njëra kem bërë vesh se kem pas mjetet komunikimit tonat, o konë dishka aronë për neve. O konë dishka e pa besushme. Aj 5 mars, ditë e dilë, në mas dite e kem kuptu se është, se o mojt për do ditë jasë, po a ditë e këna marru shtabin, një Bllanic, shtabi par, moj me thonë, zyrtar, haptas, që e ke marru në një Bllanic. Shtabi por në nivel të vendit. Nivel të vendit, të shtrisë lëmtare. E po atë natë, djemë tanë, veç gjithmonë në uniformë serbe, po atë natë, djemë tanë, 2-3 lokalitete kanë gjujt në uniformë serbe, po atë natë. Edhe të nesit proma, atë mesesit proma kërë kemë këshyri mullë me pastaj, jenë bo 11 aksione vish për ideve të Jablanic, shaj hakmarje për të modhin për komandantin legendarat e Mjashari dhe familin e ti. Gjatë kësaj kohë do më ka pas zhvillimin. Njëna për që me thonë ma theksumja është 22 prilli do më thonë 98, ku është lufta parë në ushtrin Jugoslave. Qa kujtani për aty në momente? A më një konkretisht me na spjegu, se na jena pak gjenerot ma rej, po besoj edhe dija për luftën është pak ma Ajo është lufta parë Kosovë me ushtrin Jugoslave. Është 21 apo 2 prilli i vitit 98 Suk Cermionit. Ajo ka zgjatë 3 ditë. Aty kena në akot pa isën mirë me armatim. Se pikën e kem qitë na vetë. Masi kena qitë na pikën, është pozicion që shijet, jo du shkoja, si na thoi neve du shkoj, po goti del kofi o pikën e altë, si shijet del kofi teritori. Edhe na kem qitë pikën të partë, na ushtëria shkrimtare, nesërmen kanë ardhë, na me 20 kem qitë pikën, nesërmen kanë ardhë ushtëria Jugoslave ka bazen i Radonishit, nëse dini, po, në atë pjesën andaj, edhe i kem gjujt, atër ka fillu luftimi me ta, 3 ditë ka vazhdu, luftimet me ushtrin Jugoslave, janë këthy helikopterat aty, bile me kujdes, me respekt, i veçaj shumë luftar, po ndashta nuk mu i krejte i mes... A i numër i madhi i pjesëmarrës? Shumë ka pos. Ajo konë, aty o posi liria është e pa shmangshme. Njerëz edhe pa konë të inkuadrum, në ushtri shlimtare, jenë ardhë vullnetarë. Njerëz, aty o posi liria vish ka të vënën se është e jona. Një muj mas kësoj ndodhë ronja e Myrë Zenelit, që është familjari juj, edhe e Faruk Elezit. Që shë kujtani Myrëtën e Farukën? Tash unë me Myrëtën në kom një jetë, edhe ai pse ma i rritun se unë, po e më po shok. Po kujtoj me shumë respekt Faruk Elezin, një student, fakultetit historisë nëse zgaboj, me brakti studimet. E marë tinës familjes, e ty insistu dhe na... Djol Hastreti nëse zgaboj. E ty insistu dhe na, ty e di që djol Hastreti, ty insistu dhe na, mos e ka kush, një djol i bukur, një djol inteligent, i qof lavdia tina, shumë një djol i jashtëzakonshëm. Edhe vendos që ajta udhesh pikën e Gruponic, pika ma e ron e ati rajoni. Që ku për fatë dhe bia ditë për adite, po atë ditë, mas ditë edhe Myrë Zeneli, e prori parë i ushtri shlimtare, nivel Dugaxhini, po flasë kuptimin të uniformës, është Myrë Zeneli, e prori parë Dugaxhin që vra. Një Bllanic kanë kalu shumë i shkrer të që kjo, dhe më thonë figurat që janë konë të rëndësishme për luftën, po i përmendi disa nëse kina i kujtim me ta se qysh i kujton këto figura. Një për ty në është ish presidenti Hashim Thaçi. Qa kujton prej ish presidentit në luftë?
Tash kujtohet disa herë që ka ardhur, nuk e kom ditë si ajo është tashimi. Keni u veç si figurë, se i ke bo zakonisht, edhe pritjen edhe për cilën për veç për mes neve kanë shku ato. Edhe pjashën një armë të mirë një Voltaire, për thëmë Loni, ish me Loni Aradinin, për thëmë Loni dhe Lajis, thash ka mirë që ajo. Edhe i thojnë, tash presidentit, i thojnë, i ka pëlqy dajgjevat Loni, dhe që e rëvule, e ma ka e bëdhurat. Kjo është dikun nëse s'gaboj, 96, nëse s'gaboj, 96, që e kom rujt me fanatizëm, deri në fund luftës e kom rujt me fanatizëm. E Leonin që shë kujton, ma se veç e për mene, po dhe Shkelzejnin, vëllon e ti. Tash i kom dy figura si i kisha dalu, është jo dalu, po si respekt pak ma, është Shkelzen Aradini dhe Mirzeneli. Unë këta dy njerëz, hosma matë maj për Serbin s'kom posë këta dy njerëz. E me Leonin kom ma shumë rrugtime, takime... Shka të lidhje familjore, përse një për të shotit juj. Tiran me të kom najtë sa dit. Këmë dhe aksione këtu. Bile me Leonin e kom një rast. E kishim me tuna që policia serbe dikon në ndaj kana për çdo shtuna apo dile bojnë ka i dark. Na dhanë informacionet ashtu. Edhe shkojmë atë promje lokalisht i shqiptarëve. Për fat, nuk ish konaj, ata polisishin kon aty, po me i kalzu ati shqiptarit, tha, Leoni, tha, doj pjagjujmë një përpjet, le ti kalzojmë si të ketë kujdes. Ja këna jep një bërshëri përpjet, për mikullëm, kur me pastaj s'kanë shku policia serbe aty. Me bodarkas, drekas, siq. Po s'ka rezultu sukses shumë shumë. Kishe mirë taj si stoj këtë, po e të tjerët, po masi nuk ishin policia serbe, na nuk ishin, ja dham një shaj, një kalzu si... Figurat e tjera, si Adrian Krasniqi, Muj Krasniqi, vëse që kanë leviz në për Jablanic, tash Shqipur. Me Ardionin, në herim të aku në Shqipni, ja kanë dhe mu me një pjesë traumatimit, me pru dhe ofër kufinit, me muën më karo ma shpesh, një emër i veçan, një burë, i zoti, 3.000 molëve. Nuk dhe njëra shka thët, ma shumë. Qa kujtën dhe më pe pjesës të luftës, deri sa vjen edhe shlirimi i Jablanicës në maj, ku është fshati por në ashtë dhe lokaliteti por që shliruat nivel të Kosovës. A kone në gjorit diçka që të kamet, si momenti ma i fështirë në ashtë në luftë? Ka shumë, Ardit, ka shumë momente, për shembull e kujtojmë si o ko marona për neve, nështë, kur është bo thymi apor i Jablanicë. Ofanziva apor. Ajo ko të merë për neve. Po ata 5 ditë nga kanë sulmu për i Glëgjanit, është Glëgjani 5. është Glëgjani 5, është me në kufi me neve. 5 ditë me gjitha mjetët nga kanë sulmu, ditën e 6, kanë hyrë një Jablanicë. Ajo konë nështë të meri, ma e malë për atë herë për neve. Po ka shumë raste tjera, është ofanziva i Snishit, Romja, shokve, shumë sene ka. Shumë sene ka. Ato 11 ditë luftë, që që kujtën? Qka kujtën diçka ma të shtirë? Shlirimi, kur është luftë. Këtë nështë është... Mush pak ma gradualisht me në të regu? Po. Pej momentit kur ka jep komandonti urdhën e i porë që ka gjujt. Ajo sham ka bo për shtypje... Po, sham ka bo për shtypje dhe tash ka i herë ka pos grupimet të ushtarëve, pa komand, pra ato 11 dit, ushtria ko në vendosë aty. Pra ato 11 dit nuk kanë guxu as me dalë në proborët shpije, se në hinë për shpija tona kanë dhe 11. Pra ato 11 dit, kohë e pa kohë, vishkur i nishë, o kesh, o hadë shkujmë grupet të ndryshme, pa komand ushtarët, qasha u kanë gërdit, so që me 17 maj, kanë lonë edhe kamionat, edhe kjerët e veta, e kanë kalu, ko Bistrica arritën, e kanë kalu Bistricën trup, bile thëshin ata të legjatë në polis, një 2-3 për tyne i ka burë, së është Bistrice e rëpt, është ajo, i ka burë me veti,
Veç për ato 11 ditë që në knasë ushtarë të përsërisë lirimtare, ku visi e fshishin pushkën, apet e moshin karikaturët e vrapë më shku me gjujt me të 4 orëve. Liria veç erdhe me thonë në një Jablanic më herët. Ato 2-3 javë që u shlirut më herët, çka ke aktiviteti juve? Aktiviteti jonë, ato ma 17 muajt, i herë nga knasë një 2-3 ditë për shtëpia tona, hek mbeti ty nëse ata dhe nevojat i kështë babo mranda, s'kanë kutu më dalë. E me pas taj, prej Jablanice, o zhënu Zhabel, Bardanish, Kërgoc, deri ofër Gjakove, ka rritë ushtëria shlimtar me i kthy pozicionet e veta. Edhe në pjesën tjetër Kapia, Boqan, Lugagji, deri Vranac, edhe ka deqani janë, e na, do më thonë për aty, bo zjerimi teritorit për ushtëri shlimtare. Pas luftës, na pom rrugtimin e Kosovës, erdhi pavarësia, peshoma dhe sët, a i një knasur me rrugtimin që e ka pos Kosova pas luftës? A në arrit qëllimet për çka edhe keni luftu? Tash, për më thët vllall, se është pa i mason tjetri, masu e shliru, më tha, shka po dënë dishka, a kina i dëshirë me ta plëcu, basi pështove, pështume, edhe pse me dhimbje për vllavën e për myrtin, drejtarin, Muhametin, e shok tjerë, se gjithën konë vllodhën. Thash vishme një japë azat të mora ka, shka po dynë, thash me ipi autobusit e ta shetit herë Kosovën cepëm cep. Ajo ko Maroki jonë, me po herë Kosovën, pa një formë pushtusit. E bile më thotë, dha, pas ki kërke, o ju, vish, amje 50 euro, e typin autobus, e të shkojnë Prishtinë, shkojnë Gjakovë, shkojnë pita shetiti Kosovën, ajo ko Maroki jonë, me po Kosovën, qysh, o bo, qysh është lirua. Për këto tjerat, ka hapsirë balë me folë. Shteti jonë duhet me respektu veteranin. Që të pyti kështë të tabu, au trajtu dignitet shumë dhe më thonë ish ushtari dhe që kësë? Hiq kur. As për shtetet e kalume, mos i do mos kjo hiq kjo aktuali. Kjo as respektin se ka, bile për shtetet e kalume kanë pas pak respekt. A kjo se ka as respektin kjo për shtet aktual. A veterani, e invalidi, e familjet dëshmorve, nuk janë trajtu ashtu që duhet. Jo, vish lokalitetin tonë, po ki gjitha në Kosovë, dash konë në komunë Gjakov, dash të Pes, dash të Klinc, dash ku dush se Kosova vend e vogël, veterani, invalidi, familjari dëshmorit nuk është i trajtuar ashtu qysh e dën shteti, qysh duhet shteti me bë për ta. Jena këtë ka fundi, krerët e që kësë po gjykohen hogë, qysh po e prit një fundin e këti procesi, edhe a besani që kanë me u liru si të pafajshëm? Unë jam konë dyër dëshmitarë, edhe pëse nashta nuk uzojmë deklaru, si që ashtu i kanë. Shka, ajo gjukatë është e pa skrupullt. Unë e lutna që drejtësia të fitoj. Presidenti më shok është i pasër si loti. Dhe besoj në drejtësi, besoj që do të lirohen, kish më konë në 17 shkurti 2 për neve, si lirohet presidenti me shokët vetë. Jena këtë në fund të inderuar Xhevat, nëse ki diçka që të kam e të pa thonë, qoftë në intervista tjera, e ki hapësirën e nevojshme, ose në mesazh për rinin, për gjeneratët e reja. Faleminderit për ju, Vardit, s'di sa kom mujt diçka me ju jap për historinë tonë, për lirinë tonë. Mesazhi jam i vetëm është edhe unë kam fëmijë, 4 fëmijë kam, 3 kam në fakultet. Tjetër në shkollim, sa i kam fëmijë të vllavë dëshmorit, e fëmijë të djeve të mirë dëshmor, për fat tonë në shkollu, ju thomë rinis shkollohi, veç arsimohi, ty arsimohi dhe në shtetin e juve, sa ma të ngritur që jem, Kosova ngritet ma shumë. Faleminderit shumë Xhevat që pranove ftesën, na ke nderuar me volën. Respekt. E shpresoj që është i mirë avësia. Shumë faleminderit. Surprizë të mora. Faleminderit shumë.